أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله يشفع لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Natyrisht të gjitha falënderimet i takojnë Allahut subhanahu wa taala, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të dërguarin e fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij fisnik dhe besnik, dhe mbi të gjithat ata të cilët e kanë ndjekur, janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin rrugën e tyre me mirësi deri në ditën e fundit. Pas asaj që e kam përgatitur për juve, e shoh të arsyeshme që edhe neve të shprehim disa falënderime hoxhës ton, hoxhës Lukaner Ramadani, i cili me të vërtet që ju shumica ndoshta nuk e dini, por kur neve shkum në studime, ku shumica hoxhallarët e Tovës ishim në studime, ishte hoxha Lukanera i cili e mbajti atë vendin ton, atë çerdhën ton të davetit gjallë. Pra neve ishim në studime, nuk u mshel vendi i ligjëratave, nuk u mshel vendi ku është prit që në të ardhmen do të ketë davetxhi dhe do të dalin njerëz të cilët do t'i thrasin njerëzit në rrugën e Allahut. Allah i shpërbleft hoxhën i cili u bë sebeb atëherë, edhe mbajti gjallë, Allah i rujt, edhe Allah i dasht kuvet. Gjithashtu e shihni shumë mirë, prej atëherë deri tash hoxha nuk është ndalë. Është prej atyre të cilët me të vërtetë kanë dert davetin, thirrjen në rrugt të Allahut subhanuhu teala. Prandaj themi, edhe pse ai thotë jena në plak, por ai ka takat edhe ka inshallah Allahu jep ymër të gjatë që të vazhdon edhe të vepron në ato që është i kënaqur Allahu subhanuhu teala. Pra Allahu është probleft me xhenetul firdos. Këtë thash vëllezër sepse me të vërtet tema që kam përgatitur sot për juve është ka lidhje të bon normalisht me çështjen e 10 ditë të fundit të këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Ju e dini shumë mirë se qëllimi kryesor që Allahu subhanahu wa taala për këtë muaj e kërkon nga neve që neve të arrijmë çka devotshmërinë. Pra takvallahu është ajo e cila kërkohet prej neve. Bile edhe më shumë në këto 10 ditë e fundit, pra ta kërkojmë edhe më tepër në këto netet e fundit të këtij muaji të bekuar. Pse? Sepse këtu tash Allahu përveç muajit të Ramazanit që na ka dhënë si dhurat, ai e ka dhënë edhe diçka tjetër që është edhe më tepër se kjo. Dhe kjo vëllezër jo që na ka borxh Allahu subhanahu wa taala. Jo, kjo është prej mëshirës së Allahut që ai do që neve kështu njerëz dobët, të cilët harrojmë të kërkojmë falje Allahut, të cilët harrojmë dhe i bëjmë gjina Allahut, të cilët harrojmë edhe nuk kërkojmë nga Allahu kur Allahu zbret në katin e parë të qiellit dhe kërkon dhe thot dhe na lyp prej neve që t'i kërkojmë atij. Dhe nuk mërzitet. Sa më shumë që neve t'i kërkojmë Allahut subhanahu wa taala, aq më shumë e gëzohet. Nuk është sikurse njerëzit. Te njerëzit njerë i thush bëm diçka përsëritje e thot boll mos e mërzite. Te Allahu vëllezër është kundërta. Te Allahu ka qejf që ta lusim,
që ai pastaj na plotson dëshirat. Për këtë arsye vëllezër, tavalloku edhe më tepër duhet ta kërkojmë neve në këto 10 e fundit, sepse tham që kjo është dhuratë nga Allahu. Nuk na ka borx Allahu, na jep neve shanse dhe mundësi të ndryshme të cilat neve duhet t'i shfrytëzojmë çka që Allahu të na fal neve përsëri. Pra këto janë mundësi, këto janë mirësi të cilat Allahu ja jep robit të vet dhe ja na ka mundsuar neve që ta arrijmë dhe ta jetojmë Ramazanin dhe ende jemi gjallë që inshallah me lejen e Allahut na mundson që ta kryejmë Ramazanin në formën më të mirë të mundshme si e lip Allahu subhanahu wa taala me vetëm që jemi vëllezër që neve Allahu të na fal gjunahet dhe të jetë razi në daljen e këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Për këtë arsye për devotshmërinë kanë folur xhallarët shumë, sepse është tema kyçe e këtij muaji të bekuar të Ramazanit, por unë do ta përmend vetëm një pjesë se si e ka ilustruar apo si e ka prunë në shembull praktik një prej dietarëve të parë ku thotë çështja e takvallokut nëse doni ta kuptoni çka është sikurse një rrugë e shtruar me gjëmba, me thera, me shpica. Edhe ti kur e ke dishë rrugën e ke plot me gjëmba, duhet të heqësh ashtu që mos të shpohesh. Pra duhet të heqësh në atë mënyrë që mos ti bësh harame, të largohesh prej harame, por edhe ti bësh punët e cilat do Allahu subhanahu wa taala. Me vetëm qëllim që Allahu të jetë i kënaqur me ty. Pra kështu thotë ai dietari duhet ta jetojmë jetën e kësaj bote. Pra gjithmonë të mundohen të veprojmë gjërat të cilat Allahu i kërkon dhe të largohemi prej gjërave të cilat Allahu na ka thënë që të largohemi prej tyre. Për këtë arsye vëllezër, nëse dëshirojmë që pak imani jon të dridhet dhe se dëshirojmë pak që neve t'i kthehena vetes dhe ta kapim për ne se çka është vlera e këtyre 10 të fundit, atëherë unë mendoj që njeriu duhet ta kujtojnë dhe ta bën hesab se ky 10 i fundit, këto ditë që na kanë mbet vëllezër mund të jenë ditët e fundit të jetës tonë. Ka gjasa që neve, ndoshta shumica prej neve nuk do të jenë në Ramazanin e ardhshëm. Për këtë arsye duhet njeriu ta mendon tash këto mundësi që më ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Vallë ndoshta janë të fundit. Edhe në këtë formë ne çka mund t'i thona vetes se paramendo dhe llogaritë veten tënde se ti je, pra këto janë 10 i fundit, kanë mbet edhe sa, edhe 7 ditë. Kanë mbet edhe 7, pra kanë shkuar 22 ashtu pa kujtuar shkuan. Por kanë shkuar ato, se ne kthejmë prapë. Bëjmë çdo që na ka mbet vëllezër çka të mundohemi që t'i llogarisim se ndoshta kjo është shanse jonë e fundit. Këtë mundësi që jep Allahu, këtë dhuratë që na ka dhënë Allahu në këto 10 e fundit, çka mund të jetë dhurata e fundit. Prandaj kur njeriu kshu e llogarit dhe mendon që është e fundit, atëherë ai ndryshe e vepron. Atëherë nuk mendohet 2 herë atë do ta merr Kur'anin dhe ta lexon ato. Nuk do të mendohet 2 herë atë do të fal namaz natë. Nuk do të mendohet 2 herë do agjëroj ajo. Këto janë gjërat e cilat njeriu pastaj vetëm i kupton. Për këtë arsye nëse e marrim si shembull se ai i cili e ka mbas një jave, pra pas një jave ka një provim që është vendimtar për jetën e tij. Sepse ka mbushur moshën dhe është herë e fundit. Nëse atë provim e jep, ai pranohet një diçka që është shumë e madhe dhe vendimtare për jetën e tij. Si mendoni ky person? A do t'i lente anësh libra, do t'i lente anësh kërkimet që do t'i bëj rreth asaj atij provimi, apo do të ishte personi i cili një javë ditë non stop pa ndërprerje vetëm ndoshta do të flente, do të merrte sebepet që atë provim vendimtar për to, çka ta jep. Për këtë arsye njëjtë vëllezër, mendoni se kjo është muaj i faljes, kjo është muaji në të cilin Allahu subhanahu wa taala kërkon prej neve që ta lutim për falje. Kërkon prej neve që ta lutim Allahu subhanahu wa taala që të na largon dhe të na regjistron nga regjistri i gjarmit të xhenemit. Kjo është koha më e mirë dhe më e përshtatshme vëllezër, ndash ditën ndash natën. Është koha në të cilën neve duhet të kërkojmë falje, duhet të kërkojmë falje Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye vëllezër, edhe kjo ka edhe argument në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, kur të jesh në namaz, je kurse falu kurse është namazi i fundit. Pa këtë transmeton Ibn Majah. Pra në ka dhënë sinjal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që jo vetëm namazin, por edhe punët tjera, veprat tjera, agjërimin, bëni kurse është i fundit. Bëni në formë më të mirë, se nuk dihet me të vërtetë vëllezër, nuk dihet neve do ta mbrim Ramazanin e ardhshëm. Ato të kena mundësi neve të njëjtë kështu të mbajmë ligjërata. Neve si xhallare dhe do të kena mundësi neve çka ta xhirojmë. A do të kena mundësi neve të falmi namaz natë, do të kena mundësi neve ta xhirojmë, të lexojmë librin e Allahut, qoftë edhe një shkronjë. Nuk e dim. Për këtë arsye njeriu do t'i flet vetes dhe t'i thotë vetes se shifes se ndoshta është afati i fundit, pra ktheu rrugës së Allahut, ktheu me pendim Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye shumë prej njerëz nuk e kuptojnë mirë çështjen
e namazit natës apo namazit të ravis apo namazit që është që falet tash në 10 në fundit, pra namazit të natës, nuk e kuptojnë atë që duhet. Hadithin të gjithë e kanë dëgjuar. Këtë e dinë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men qama ramadane imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pra, të gjithë e kanë dëgjuar këtë se ai i cili fal namaz natë gjatë muajit të Ramazanit, çka duke me besim, duke shpresuar në shpërblimin, do t'i falen gjunahet e mëhershme. Kjo pjesa e dytë këtë e kuptojnë, do t'i falen gjunahet e mëhershme, po. Mirë, po kjo pjesa çka është me iman vëllezër, me iman të plot në Allahun subhanahu wa taala. Pra ai me iman, duke dashur që Allahu ta fal, duke dashur që Allahu ta largon prej zjarrit të xhenemit, çka ky është imani i cili kërkohet prej besimtarit. Ky është imani të cilin Allahu e lyp prej neve. Allahu do që neve atë ta lusim që Allahu na shpëton prej zjarrit. Dhe ky është ai iman të cilin pastaj shpërblimi vjen, siç ka përmendur pejgamberi në hadith, pra vjen falja Allahu subhanahu wa taala, edhe neve nëse arrijmë në atë shkallë që Allahu të na fal gjunat që i kena bërë më herët, kjo i bie që neve inshallah do të jena, nëse vdesim në atë gjendje, do të jena për banorëve të xhenetit. Sepse kjo kështu funksionon, ashtu ka garantuar Allahu subhanahu wa taala. Transmeton një rast se një burr thot asnjëherë nuk kish fal namaz natë. Dhe një ditë prej ditëve e vendos. Kur ka ardhur dishi i fundit, ka thonë krejt falin, krejt musliman dëgjon, edhe shkojnë falin namaz natë, hajt ta provoj edhe unë. Vëllezër, ka hyrë namaz, ka falë recatin e parë, ka falë recatin e dytë, ka recatin e tretë, thot ndjeva një gjersi, një gjoksin tem, aq një ëmbëlsi, thot unë si kesh tu fal vet rash direkt në sejdë, tha, e thash o Zot, deri tash nuk ka ra sejdë. Zot, tash jam para teje, pranoma pendimin dhe pranoma ato që ato edhe falme ato gabimet të cilët me të vërtet i kanë bërë dhe se kom ditë çfarë kënaqësie që ka namazi. Pra tash unë të trokas Zot pranom. Se deri tash nuk e kom ditë thos se çfarë paska qenë namazi, pra o Zot pranom mua sepse tash unë jam mes duarve tua. Gjithashtu transmetohet një rast tjetër, ka qenë një djalosh i cili transmetojnë, domethënë, pasi ka vdek, ka qenë djalë i ri dhe ka vdek i ri, në xhenaze ka nis të ngjojnë zërin e potë atij djalit, duke kënduar Kur'an vëllezër. Edhe një plak që ka qenë prezent, që ka njohur djalin, e ka pas tafër, ka thonë, a e dini zoni kujt është ky? Ky është zoni i këtij djalit, i cili të cilin e kena vorosur sot, mirë po Allahu ja ka mundsuar që të ndjohet zori edhe pas vdekjes, sepse ka qenë prej atyre i cili ka falë namaz natën për natë. Ka qenë për atyre që ka falë namaz natë, edhe pse ka qenë djalosh i ri. Për këtë arsye, namazi natës vëllezër është një prej virtyteve dhe cilësive të besimtarëve të fortë. Edhe këtë kam përmendur dhe do ta përmendi shpesh vëllezër. Pas çdo dietari të madh, pas çdo pasaniki të madh i cili ka bërë hajrate të mëdha, dijeni se pas tij është qëndron namazi natës. Dhe dietarët kuptojnë këtë se dietarët selefi namazin e natës vëllezër kanë llogarit privilegj. Pra nëse ti ke fal namaz natë apo ta ka mundsuar Allahu të falësh namaz natë, ato e kanë llogarit si privilegj nga ana e Allahut. Pra Allahu ja ka mundsuar. Se nuk ja mundson Allahu çdo kujt me fal namaz natë. Për këtë arsye ka transmetime të shumta, unë ta përmendi vetëm një, pra Sufjan Thauri tregohet se ka thonë për një mëkat që e bëra Allahu më privoi nga namazi natës për 5 muaj ditë rresht. Një mëkat. Tha Allahu më privoi nga namazi natës për sa? Për 5 muaj ditë. Për këtë arsye vëllezër, duhet ta keni qartë se me të vërtet nëse njeriu qoftë leximin e Kuranit në këtë muaj të bekuar, qoftë namazin e natës, qoftë agjërimin, qoftë edhe ajo sadakaja të cilën do ta përmendemi tash, se është një prej gjërave të cilat e neglizhojnë gjatë Ramazanit. E kësaj do t'i jap pak më shumë rëndësi. Kretë këto do t'i bëjmë se ndoshta këto janë mundësia e fundit e jona. Kështu do ta kuptojmë. Për të arritur deri te suksesi të cilën neve na kërkon Allahu subhanahu wa taala, duhet ta kuptojmë që edhe çat sadaka, edhe çat agjërim, edhe namazin e natës, edhe leximin e Kuranit, krejt i bëjmë vëllezër se ti janë të fundit, më nuk ka, pas ka ndoshta vdesim. Ditën e Bajramit ndoshta nuk e mrim. Prandaj këto net të bekuara, këtë mundësi dhe këtë shans që na ka dhënë Allahu, duhet ta shfrytëzojmë në këtë mënyrë që se kjo do të jetë apo ta parafiturojmë se kjo do të jetë e fundit e jonë dhe nuk do të kena pasaj më shans tjetër. Edhe njeriu kur e di këtë çështje, kur e di se është çështje e fundit, pra me të vërtet i jepet maksimum asaj të cilën Allahu e kërkon prej tij. Ka një rast tjetër se i përket namazit natës, pasi që edhe është
temë kryesore në këto net, edhe shpresoj që Allahu të na mundson çdo natë, jo vetëm netët tek, por të jena prej atyre që çdo natë lipin faljen e Allahut, sepse me të vërtetë kena nevojë për faljen e Allahut. Për këtë arsye edhe na ka mësuar edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo Aisha radhiyallahu anha na ka mësuar kur e ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se çka të bëj unë nëse unë arri natën e Kadrit. E dini shumë mirë. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Zot, ti je falës, e do faljen, pra më fal mua. Nuk I ka thonë asnjë sinqer, natë e madhe, natë që ka vlerë më shumë se 1.000 muaj, më e khajri se 1.000 muaj, çka duaja duket e thjeshtë. Ama nuk është e thjeshtë duaja. Duaja është ajo e cila kërkohet prej besimtarit. Kërkohet prej besimtarit që Allahu të na fal. O Zot, ti je falës, e do faljen, na fal neve. Kaq. Për këtë arsye, edhe pejgamberi sa kështu ka qenë edhe këshilla e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur Aisha ka pyetur se çka të bëj unë. Këtë bëne. Nuk ka nevojë të bësh më shumë. Nëse Allahu të fal, I shpëtu. Për këtë arsye vëllezër, se përket namazit natës, kur e përmenda aty se është dhuratë e para gjë, pra është privilegj, dhe është suksesi njerëzve të ndaj. Ju krejt e dini rastin, këtë e kam përmendur edhe me një ligjërat tjetër, por ja vlen të përmendet prapë vëllezër. Kur e dini krejt se kush ka qenë Khalid ibn Walid, ka qenë komandant I pamposhtur, I cili thuhet që mbi 80 lufta ka marrë pjesë, të gjitha I ka fituar. Ky Khalid, ky njeri I suksesshëm ka pas edhe një fshetësi, të cilën e ke tregon me një rast që kur pas një betejë vëllezër kthehet I raskapitur, kthehet me lëndime. Mirë po ka qenë edhe vonë, natën kthehet në shatorin e vet edhe çka merr abdes, shkon edhe ngritet të falet namaz. Edhe habiten ato të pranishmit. Bile thotë që ka marrë edhe një shtizë me vete që mbështetet për shkak se ka qenë shumë I kput, ka qenë shumë I lodhur. Edhe çka ndodh? E pyesin ato thotë, ja Khalid, o Khalid, edhe në çka gjendje do të falësh namaz natë? A di çka ka qenë përgjigjja e tij? Ka thënë, dini këto fitime, këto mundje që kanë bërë gjatë luftës, këto fitore. Unë e fali namazin e natës tash që nesër në betejë të kem mundësi t'i them Allahut o Zot ndihmo. Unë këtë namaz e fali për shkak se nesër ta kem fytyrën e qel, fytyrë bardh dal dhe të lypi para Allahut o Zot na ndihmo gjatë luftës tonë. Na jep fitore. Kështu ka qenë kuptimi I të parëve vëllezër për namazin e natës. Gjithashtu vëllezër këto net maksimalisht duhet të largohemi prej mëkateve. Bile unë shpesh e përmendi dhe them vëllezër, a ka mundësi vetëm çato? Ju dini sicili prej neve, sidomos mëkatet e mëdha nuk bëjmë inshallah, nuk kena prej atyre që bëjmë mëkate mëdha. Po nëse bëjmë edhe për atyre paqet do të largohemi. Por mëkatet tjera çka neve nuk I zon kurrë. Bile prej mëkateve mëdha që është e përditshme për fat të keq, është edhe gibeti. Pra lutë Allahu që na largon prej gibetit, se është mëkat I madh shumë tek Allahu, I vogël në gjuhën tonë. Shumë kollaj e bën. Prandaj është një prej gjërave që duhet ta potencoj që bëhem këtë ditë vëllezër, mundohuni nëse flet dikush thuje, lene besosh Ramazan është ditë I fundit, lene mos fol. Edhe ti nëse kujtoj këtë fjalë, jo bedalon, 10 I fundit. Çe ta hidhroj Allahun, çe të bëj mëkat të madh në 10 e fundit. Pse? Për këtë arsye, një prej gjinave që për fat të keq është mesin ton, është gibeti I cili është shumë I madh tek Allahu, por në gjuhën tonë është shumë lehtë Allahu na fal, Allahu na rrit. Çështja e mëkateve unë do të hina pjesën çka është më praktike, më e përditshme sot që e bëjnë njerëzit, pra është çështja e rrjeteve sociale. Vëllezër, nuk është gabim që neve krejt ato aplikacione pa marrë parasysh çka janë, që na marrin kohën, qofshin lojna ato, qofshin rrjetet sociale, çka tjetër. Nëse e dim që filonja apo filon aplikacioni mu merr kohë, fshije para të prit Zotit, bërëm çka të 10 e fundit, fshije. Largoje. Bone delete. Bone remove nëse është Apple. Largoje që bërëm këto ditë të shfrytëzosh maksimalisht. Se ndoshta janë të fundit të vëllezër. Ndoshta nuk kena më shansa që edhe një herë të kthehen Ramazanit, edhe një herë të kthehen 10 ditë të fundit. Pra, çdo sent, bëni një plan, çdo sent që të merr kohë. Pa më parasysh është në mobil, është jashtë mobilit. Futboll nuk ka nevojë të luani futboll. Nuk ka nevojë 10 në fundit të organizojmë loja të futbollit. 10 ditë. Nuk prishet as trupi, as shëndeti nuk dobësohet për 10 ditë nëse ti nuk luan futboll, apo nuk shkon palestër kështu me radhë. Leni këto nuk ka koha e këtyre gjërave. Për këtë arsye, largohemi prej sendeve që janë të vadobishme, bënim çka pjesë që na ka mbet edhe 7 ditë që na ka mbet prej Ramazanit, bënim këtë kohë ta shfrytëzojmë ashtu siç duhet. Një pjesë që thashë ta përmendi inshallah, është pjesa se shumica e njerëzve apo një pjesë e njerëzve mendojnë se gjatë Ramazanit është vetëm leximi I Kuranit, namazi natës, edhe çka, edhe agjërimi I Ramazanit. Jo.
Vëllezër, në hadith ka që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Ramazan ka qenë edhe shumë dordon. Ka qenë sikurse e rihë mursala, ka qenë sikurse ajo era e cila bart bereqetin prej një vendi në vend tjetër, e bart shiun prej një vendi në një vend tjetër. Pra, mos a neglizhojmë çështjen e sadakas. Se sadaka në Ramazan është shumë fishohet më shumë se sa jashtë Ramazanit. Sidomos këto 10 e fundit. Pra, bënja vetes plan program. Kur shkon në xhami, jep diçka, ose kur të kthehesh prej xhamisë, ose kur pra mos e le veten, mos e privo veten prej kësaj, sepse ka qenë edhe traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse i dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë, sadaka me të vërtet i shuan mëkatet ashtu si e shuan kush ujë zjarri. Dhe për këtë inshallah ta përmendim, ka shumë raste, por unë du ta përmendja rastin e Ebu Hanifes, Imamul Azam, që i thënë ashtu katetova. Imam Ebu Hanife ka pas vëllezër, ka pas një kojshi, i cili kojshi ka qenë pianec, ka pisho. Edhe normal njëri si dehet, çka bën nis këndon. Kjo ka ndodhur për Ramazan. Tash më që ka ndodhur për Ramazan. Edhe çka ndodh, ky natën e parë këndon, natën e dytë këndon, natën e tretë këndon, kur një ditë prej ditëve, netëve nuk ngjohet zani i tij. Edhe Ebu Hanife shqetësohet, se kush i parë. Edhe shkon te shtëpia e tij, edhe troket, edhe i pyet ato banorët e shtëpisë, thotë çka është puna e tij që ai për natë ka kënduar, tash nuk këndon. Thotë e kanë fut në burg shkaku i borxheve. Pas ka pas normal njeriu që pin ka këtë këshirë një prej tyre ka pas ki edhe borxh ka pas shumë. Edhe autoritetet e kanë marrë kështu në burg. Kur e ndëgjon Ebu Hanife këtë rast, minë e shkonja pagun borxhin. Se elhamdulillah Allah i ka dhënë, ka qenë prej imamëve që ka qenë tregtar, ka pas pasuri. Ka shku me njerëz ka pritu, kujt ka paguaj borxhin? Personi i cili ka pengu ton natën gjatë Ramazanit ka këndu, i pin pianec. Thotë ja paguajti borxhin u kthy. Kur ka dalë prej burgut ai, sepse ka qenë borxhi i shlyer, kur ka dalë prej burgut ka në shtëpi e ka kuptuar dhe kanë treguar se kush ka qenë. Ai i cili ka shly borxhin i thotë preja ditë më ki person në rrugë. Për njeri pianec është bën njeri i cili ka hyrë rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Çka ka bëu? Kjo ka qenë bamirësi. Prandaj këto bamirësi të cilat Allahu subhanahu wa taala shumë i vlerëson, në këtë rast i vlerëson edhe më tepër në muajin Ramazan. Prandaj ka thonë Allahu i përmendën kot u yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Pastaj çka thotë më vonë? Miskinin u yetimin u asira. Pra ato japin prej apo ushqejn 20 e jetim, 20 e varfër, 20 edhe çka edhe rob. Çka thotë pas asaj ajeti i arshëm, thotë la inna ma nut'imukum li wajhi Allah. Neve ju ushqejm për hir të Allahut. Nuk kena asnjë interes tjetër. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Çka nuk kërkojmë prej juve as jaza, tam shpërblim, pa shukur as alhamdulillah, apo Allah i shpërbleft. Nuk as këtë nuk e lipi prej. Derisa e bëj një vepër vëllezër për hir të Allahut, as kjo duhet mos na vije keq nëse dikush nuk na thot Allah i shpërbleft. Pse se ti ke po për hir të Allahut. Ti e pret shpërblim prej Allahut. Edhe nëse thotaj, e di Allahu atë vepër që e ke bërë. Pra themi si përfund inshallah, o Zot na mundso që këto net që kanë mbet dhe këto ditë që kanë mbet të bekuara të muajit tonë të Ramazanit, të na mundsojsh që ti mbushim me atë që ti je i kënaqur. O Zot na mundso që këto net mos na kalojnë me gaflet, mos na kalojnë me gjëra që janë pa dobishme, por ti mbushim ashtu si ti dëshiron Allah, edhe gjithashtu e lutem Allahun subhanahu wa taala që duke ditë se është falës e do falin Allahut na fal të gjithëve. Dhe dalim prej këtij muaji të bekuar me gjunahe të falura, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. الله جل وعلا falenderojmë atë i cili na ka mundsuar që të jemi musliman. Na ka mundsuar që të falemi e të agjerojmë. Dhe kjo ishte prej formave të falënderimit të cilën formë bënin shokët e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, por e thoshin në formë vardjesh të thurura. Thoshin sahabet laula Allahu mahtadina wala sunna wala sallayna, ose ishte Allahu si ishim udhzu, as kishim fal, as kishim agjeru. E hamdi i takon Allahu që na ka mundsu të jemi musliman, hamdi i takon Allahu që na ka mundsu me qenë namaz falës, hamdi i takon Allahu që na ka mundsu me agjeru e në përmezhlise të dhikrit me utubu. Nga se prezenca jote sot këtu nuk është dhunti e ytja, as aftësi e jotja.
as zotësie jotja, as se ke kohë më të lirë se tjerët, as se je më largpamës se tjerët, as se je më jurt se të tjerët. Prezenca jote këtu është dhunti 100% e Allahut ndaj teje. Prezenca ime sot me ju këtu nuk është as një merit e imja, vëllezër. I gjithë hamdi dhe gjithë merita i takojnë vetëm Allahu Gjelle Gjelalu. Vëllezër, ne jetojmë sot me një kohë ku shumë bot kuptimet njerëzve janë përmbysur. Dhe një nga këto bot kuptimet përmbysura është çështja e mirënjohjes, të qenurit mirënjohës. Po kam për qëllim mirënjohjen tonë ndaj Allahut Gjelle Gjelalu. Nga se jetojmë në hijen e ideologjive të ndryshme të cilat thelbin e funksionimit të tyre e kanë materializmin ndoshta. Thelbin e funksionimit të tyre e kanë largësim prej Allahut te bareke o taala. Dhe kjo domosdoshmërisht do të duket mënyrën e perceptimit të dynjas nga ana jonë. Dojshim apo s'dojshim. Andaj i gjen njerëzit sot në kufrun ni'am më shumë se sa në të kalumen, në mohimin e të mirave më shumë se sa në të kalumen. Sot mirësi të cilat ne i përjetojmë, ne i gëzojmë, mendojmë se i kena, e ka dikush obligim me na i ofru, e ka dikush obligim me na i dhanë. Shëndetin që e kemi, mendojmë se dikush është i obliguar me na e dhanë. Po se patëm shëndetin, ka gabu hasha o kella i cili s'na ka dhanë. Madje Ramazanit të cilin e jetojmë, dhe këto ditët e fundit, si që përmendi hoxha më herët, mendojmë se ky Ramazan kalon e vjen një tjetër. Pse? Me dojmë mos me artë, vëlla. Ditët vinë e shkojnë. Dhe Ramazani vjen e shkon. Këto 10 ditët ose 10 netshit, këto kalojnë, po si ti kalojnë neglizhencë dhe ngaflet, po vinë tjera inshallah. Po s'është ashtu, vëlla. Sa njeriu ka shpresu se arrin diçka në të ardhmen, po nuk e ka arrit. E unë du të flasë në këtë çështje, vëllezër. Nuk është ligjerat, thjesht është shqetësim të cilin ja paraqes vetes time. E paramendoj si me qenë vetja ime ulur për para meje. Nga se realisht fjalët e ligjerusit fillimisht duhet të jenë të adresuara për vetë ligjerusin, pastaj për tjerët, nëse dëshirojmë që këto fjalë zanë vend. Andaj unë mendoj që këto fillimisht janë manifestimi një shqetësimi të cilin unë e paraqes për veten time. E po e gjeti dikush veten e tij në këtë shqetësim, mirë, po se gjeti i themi elhamdulillah, se gjendja qenë ka më mirë se sa që e kam paramendu unë. Thot Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kur flet për njerëzit mirënjohës dhe falënderues. Thot në tefsirin e tij, falënderuesit janë njerëzit me shpirtra më të mirë. Njerëzit mirënjohës janë njerëzit me shpirtra më të mirë, më zemërgjërit, më të kënaqurit. Pse? E shpjegon. Thot rahimahullah, sepse zemrat e tyre janë të mbushura me lavdrim ndaj Allahut, me pranimin e mirësive të tija dhe me kënaqësi, janë të kënaqur me bujarinë e tij dhe me gëzim për mirësitë të cilat ai u jep. Gjuhët e tyre janë gjithmonë të njoma me përmendjen dhe falënderim ndaj Allahut Gjelle Gjelaluhu. E gjithot kjo është themeli i jetës së mirë. Kjo është ky temel i cili na duhet në jetë. Kushdo jetë të mirë, me do e mos me qenë mirënjohës dhe Allahut. Thot e gjithë kjo është themeli i jetës së mirë, lumturia e shpirtit dhe burimi i çdo kënaqësie e gëzimi. Zemrat e tyre janë gjithmonë të etura për më shumë çfarë? Më shumë nga kjo mirësi, e cila nuk është merit e tyne, ata e din, është prej Allahu Gjellu Ala. Zemrat e tyre janë gjithmonë të etura për më shumë, shpresa dhe besimi i tyre në mëshirën e Allahut, vetëm se shtohen e forcohen. Andaj, falënderusit e shakirun, ata cilët janë mirënjohës dhe Allahut, janë njerëzit me zemra dhe me shpirtra më të çiltër. Për këtë shkak, ne sot gjejmë njerëz të cilët e kanë jetën e ngushtë. Nga largimi i këtij themeli që e përmend ky dietar. Allahu thot femen a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Kush largohet nga feja ime dhe palc e fesë Allahut është lutja që përmban në vete çfarë? Mirënjohjen e robit ndaj Allahut
për dhunti të cilat Allahu ja ka dhënë. Robi kur i çon duart përpara Allahut, e kupton një gjë, që unë nuk i kam çu duart ndaj Allahut vetëm se pasi që kam kuptuar që kjo ngritje duarve dhe lutja dhe drejtimi i saj tek Allahu nuk është dhunti, vetëm se dhunti prej Allahu xhallahu ala. Andaj femen a'rada an dhikri, kush largohet nga feja ime, thot Allahu, unë ja ngushtoj atij jetën. Ai s'ka zemërgjërsi, nuk ka shpirt çiltërsi, nuk është i lumtur, nuk është i kënaqur me asgjë që Allahu ja jep. S'është i kënaqur me pamjen e tij, nuk është i kënaqur me jetën që jeton, nuk është i kënaqur me punën që punon, nuk është i kënaqur me gruan që marton, nuk është i kënaqur me fëmijët që edukon, nuk është i kënaqur me asgjë. Për këtë shkak fillon dhe tetovirët. Për këtë shkak bën operacione të cilat ndryshojnë pamjen e tij. Për këtë shkak ndryshon stilin e flokëve, se flokët nuk e kënaqin. Për këtë shkak urdhnon gruaja t'i bëjë të njëjta gjëra, fëmia t'i bëjë të njëjta gjëra, saqë ka kaluar meselja në ndryshimin e gjinisë dhe gjërave tjera dhe katastrofave tjera të cilat ju i dini, Allahu na ruajt. Pse vëllezër? Nga se nuk ka pikë mirënjohje në jetën e tij dhe atij Allahi i cili ja ka dhënë këtë gjë. Dhe kjo ka të bëj me mukhul ibade, me palcën e ibadetit. A është lutja ndaj Allahu xhelle xhelalu. Ky njeri ka humb këtë palcë të raportit të tij me Allahun xhelle wala. Transmeton Ibn Uyejnete, Sufjani, se prej Sufjanave dy janë të njohur nga prej dietarëve të hadithit. Ibn Uyejne edhe kush i dyti? Ha? Po? Foni o vëllezër. E Theuri, apo, Ibn Uyejnete prej cilit vend është? Hajta shohim ku i nisi, me pyet pika është ku e di Zidani, krejt e din Zidani pika, ha? Këto tritë se din, pa ata më të vjetrit e din. Ibn Uyejnet është i Mekës. Do me thonë, dy Sufjanat janë nga dy vendet ndryshme, po kanë jetu për afërsisht njëjtën kohë, kur thot Sufjani nga dietarët që kanë jetu në Hijaz, do me thonë Mekën, Medina, ato e din se kanë për qëllim Ibn Uyejnen, jo Theuriun. Po kur thonë banorët e Irakut prej dietarëve të hadithit, Sufjani kanë për qëllim kë? Kanë për qëllim Sufjan e Theurin, se është i Kufes. Thot Ibn Uyejnet rahimahullahu taala, Ibn al-Munkadir, një prej dietarëve të mëdhtë hadithit, Muhammed ibn al-Munkadir, thot e kishte një kojshi, sikurse rasti e Ebu Hanifes. E kishte një kojshi i cili ishte sprovuar me një smundje. Dhe sa herë thot që ju shtoheshin dhimbjen, ai bërtiste në formë proteste dhe në formë se nuk mund t'i duroj dhimbjet. E thot sa herë që ai bërtiste, po më dhem, kush e duron kët? Thot Ibnul Munkadir e shtonte shukrin dhe hamdin ndaj Allahut. Sa herë që dëgjonte zënin e tij, se nuk është falënderues, ky e shtonte dozën e mirënjohjes ndaj Allahut. Për këtë shkak vëllezër, gjëja e parë me cilën njeriu fillon Kur'anin e tij, namazin e tij është fjala Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdi është mirënjohja jonë ndaj Allahu xhelle xhelalu. Për këtë shkak, pyetja e parë ose përgjigjja ndaj pyetjes së parë kur na thot njeriu si je, çfarë i themi? Elhamdulillah. Po s'duhet pasaj amas do me thonë njerëzit në përgjithësi, fokuson të fjalit dhe muhabeti që vjen pas fjales ama ose mirë po sot më dhem kjo, 1 milion ankesa pas elhamdulillah. Jo, le të mbetet tek elhamdulillah. Gjithmonë me elhamd Allahut te bareke o taala. Thot një prej dietarëve i cili flet për mëshirën e Allahut xhelle xhelalu dhe du pak të analizojmë këtë thënie të tij. Thot kështu: nga mëshira e Allahut ndaj robit të tij është që robi të ndjen mëshirën e Allahut. Prej mëshirës së Allahut për robin është që vetë robi të ndjen mëshirën e Allahut ndaj tij. Sepse mëshira e Allahut e përfshin atë, e mbulon atë dhe nderdhet mbi robin e Allahut te bareke o taala. Por ndjenja jote, thot, për praninë e kësaj mëshire është mëshirë. Të gjithë vëllezër mëshirohen. Të gjithë. Besimtar dhe mos besimtar. Apo? Andaj themi Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim është rahmeti të cilin Allahu e ka veçuar për besimtarët. Ar-Rahman është rahmeti të cilin Allahu e jep për çdo kë. Besimtar e mos besimtar, kriminal e i drejt. Të gjithë Allahu i mëshiron.
Ju e dini që Firauni në kohën e Musait a.s. është transmetuar në biografi, Firauni do me thonë, aparatusi i tij shtetëror ka qenë i përbërë prej 3 personaliteteve, prej Hamanit, Karunit dhe Firaunit. Ky ka qenë ajo mendja e cila i ka ecë gjitha gjërat. Hamani dhe Karuni kanë qenë 2 krahët e tij, krahu financiar dhe ai ushtarak. E Firauni ka qenë, do me thënë, planifikuesi i çdo gjëje. Transmetohet që Firauni në trupin e tij, vëllezër, nuk ka pat asnjë smundje. Madje thuhet që në fytyrën e tij, aq fytyrën e pastër e ka pat, sa që një kokë të ju pushra i thon, apo? Një puçër nuk ka pat. Jo se Allahu ka dëshiruar që me këtë ta ngrit, jo po e ka sprovu me këtë. Gjitha ti kemi dhënë. Mirë po me këto ti ke shkel kufit e Allahu te barekote. Çdo send vëlla. E ky njeri është mëshiru, po është mëshiru në këtë aspekt. S'ka pat smund jo vëlla asnjëherë. Kjo mëshirë prej Allahut është. Mirë po pjesën e dytë të mëshirës. Ajo është a e ka ndjej ai në veten e tij që është i mëshiruar prej mëshiruesit? Jo. Wa qala ana rabbukumul a'la. Fa jam Zoti juaj më i lartë. Unë jam ai i cili mëshiron. Unë jam ai i cili jep jetë dhe vdekje. Kështu thoshte për veten e tij. E prej këtyre njerëzve që janë mëshiruar në atë kohë, ka pat njerëz të dobët, të cilët kanë qenë pazarxhi, të cilët nuk kanë pat lidhje me funksionimin e gjërave në atë kohë, megjithatë e kanë ndjej në brendësinë e tyre se janë robë të Allahut të mëshiruar. E kjo neve na intereson. Ne gjithë mëshirohemi, po pak prej nesh e kuptojnë që janë të mëshiruar. Vazhdon dhe thotë. Thotë, por ndjenja jote për praninë e kësaj mëshire është mëshirë. Shpresa jote në të dhe prirja jote drejt saj është mëshirë. Besimi yt në të dhe pritja jote për të në çdo çështje është mëshirë. Fakti që ti presësh që Allahu të mëshiroj, kjo është mëshirë prej Allahut të vëlla. Vetë kjo është mëshirë prej Allahut. Allahu ty të ka mëshiru dhe ta ka mundsu që gajlet tua, problemet tua, preokupimet tua t'ja drejtojsh Allahut dhe të trokasish në derën e Allahut, jo dyrëve të tjerë. Kjo është mëshirë prej Allahut. Dhe në çdo gjendje ti je i mëshiruar. Ajaben li emril mu'mini, inna emrahu kullahu khair. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, sa çudi për çështjen e besimtarit. E gjithë çështja e tij është khair. Ka cilët. Është i sprovuar, është khair. Është mirësi, është khair. Gjithmonë është në khair. Kur pret diçka prej Allahut është khair, për shkak se pret mëshirën e Zotit të tij xhallahu ala. E përfundon duke thënë, mëshira e Allahut nuk i mungon asnjë kërkuesi, asnjë njeriu i cili e kërkon mëshirën e Allahut, kudo që të jetë dhe në çfarë do gjendje që të jetë. Ai që lyp mëshirën e Allahut, ky njeri do të gjend mëshirën e Allahut. Vëllezër, duhet të kuptojmë një gjë. Ne jetojmë këto ditët për të cilat Allahu tha që janë ditë numëruar. Dhe gjithmonë e bëjmë këtë muhabet se është fundi, ndoshta smërim në fundin e ardhshëm ose vitin e ardhshëm. Megjithatë, duhet kuptojmë që arritja e këtyre ditëve është dhunti prej Allahu xhella xhelal, pastër dhunti Allahu te barekutaala, sikur se tham fillim. Dhe ne nëse kemi kuptuar nga rregullat e funksionimit të kësaj dynjaje diçka, duhet kuptojmë një gjë. Që vazhdimësia e mirësive në jetën tonë varet prej sjelljes tonë. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Dhe kur Zoti juaj vendosi dhe tha, nëse ju jeni falënderues, unë do t'u ashtoj juve këto të mira. Nëse ne jemi falënderues për faktin që Allahu na ka mundsuar ta xherojmë, që Allahu na ka mundsuar të falemi, që Allahu na ka mundsuar të falim teravit, që Allahu na ka mundsuar të japim diçka sadaka, që Allahu na ka mundsuar të arrijmë 10 netçin e fundit, që Allahu dikujt ja ka mundsuar që të arrijë natën e Kadrit, nëse njeriu tregon mirënjohës dhe falënderues për këtë gjë, Allahu xhella xhelaluhu do t'i shton. Do t'i shton çfarë? Do t'i shton mundësi që ndoshta të arrijë më shumë prej këtyre ditëve e para, do t'i shton në bereqetin e të mirave që i kanë këto ditë, do t'i shton të mira që njeriu i paramendon dhe shumë të tjera të cilat njeriu asnjëherë nuk i ka paramenduar. Për këtë çka vëllezër, duhet që të kuptojmë një gjë. Baza e mirënjohjes tonë është në zemrat tona. E shukru kanë thënë dietarët është 3 llojesh. Mirënjohja ndaj Allahut dhe falënderimi ndaj tij është 3 llojesh. Është shukri i zemrës, është shukri i gjuhës dhe është shukri i veprave. Nuk është falënderimi dhe mirënjohja ndaj Allahut vetëm me gojë, as vetëm me zemër.
Thotë vallah, unë e di që Allahu ma ka dhënë jetë, Allahu ma merr jetën dhe jam mirënjohës. Po tamam, çka pas kësaj? Mirënjohja e vërtetë është ajo mirënjohje, e cila është në zemrat tona, po duket në gjuhën dhe në veprat tona. Madje, kulminacioni i mirënjohjes dhe kurora e mirënjohjes është mirënjohja në vepër, sepse kjo tregon seriozitetin e robit në raportin e tij me Allahun xhelle xhelaluhu. Allahu te bareke ve teala vlezër i flet Davudit dhe Sulejmanit alayhimus salam. I'malu ala Davud shukra, punoni oj familje Davudit si falënderim dhe mirënjohje. Gjithë punën që e bani, le të jetë falënderim dhe mirënjohje. Dhe keni dëgjuar këtë hadith të Aishës radhiyallahu anha. Aisha radhiyallahu anha kur ka përshuar namazin e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, e ka përshkruar me fjalë më të bukura. Tha pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam, e falte namazin e natës 2-2. Në transmetim thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, i falte 4 rekate, do me thonë, pas i falte 2, jepte selam, pastaj 2-tin, edhe 2 tjera i bante 4. Tha Aisha, la tes'al an husnihin wa tulihin, mos pyet për gjatësinë dhe bukurinë e namazit. Kush mahnitet me këtë bukuri? Aisha. Ajo e cila e ka pa pejgamberin e Allahut alayhi salatu wasallam duke u fal për ditë. Megjithatë, i kalon për shtypje namazi i natës së pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam. La tes'al an husnihin wa tulihin. Mos pyet për gjatësinë dhe bukurinë e këtyre recateve. Mos pyet. Recate të gjata, recate të bukura, sallallahu alaihi wasallam. Prej gjatësisë së recateve të tija, thot Aisha radhiyallahu anha, ju ajeshin kam të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Mos mendoni vëllezër që niveli i lartë i imanit nuk lë pasoja, do njëherë do me thonë edhe jo të mira në trup, si kurse është ajt me e kamve. Pejgamberi Allahut sallallahu nuk ka qef që t'i ajhen kamët, me gjithat janë aj kamët, se ka qëndru gjatë namaz. Pyetja Aishës është, ja Rasulallah, Allahu t'i ka falë mëkatet e së kaluarës dhe ato të ardhmes. Pse e bon gjithë këtë namaz? Ti e i pari ai që troket derën e xhennetit, nuk hapet dera e xhennetit derisa trokas i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam. Përgjigjja e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte e shkurtë. E fala ekunu abdan shakur, pse mos bëhem rob falënderues dhe mirënjohës. Kjo është përgjigje. Duhet të jemi rob falënderues. E Allahu e urdhnon Davudin alayhi salam, pejgamber i cili është në krye të një familjes që ka një pejgamber tjetër, i biri i tij Sulejmani. Thot i'malu ala Davud shukra, punoni oj familje Davudit si mirënjohje dhe falënderim. Wa qalilun min ibadi ash-shakur, dhe pak prej robërve të mi janë falënderues. Kur thot Allahu pak vëllezër, a mendoni që ne jemi gjithë njerëzit që janë në dynjë, vetë ne jemi, vetëm ne. Edhe Allahu thot pak prej robërve të mi janë falënderues. A e fusim ndonjëherë veten te kjo pakic ose e fusim te kjo shumic? Wa qalil min ibadi ash-shakur, pak prej robërve të mi janë falënderues. E lusim Allahun që të na bën nga kjo pakicë vëllezër. Vëllezër, nëse ne duam që të stolisemi me këtë virtyt, duhet kuptojmë që dietarët kanë përmend shumë mesele, shumë çështje se si ka mundësi që unë edhe ti të stolisemi me virtytin e mirënjohjes. Ti je rob falënderues ndaj Allahut xhelle xhelalu. Sikur se thash, sidomos në këtë kohë. Për shkak se muhabeti jon i pari, si e ai e mirë, nuk është që elhamdulillah jam shumë mirë. Jam mirë ama, kjo ama pasaj ka 10-15 ankesa, ose është një ankesë e cila e zë gjithë hapësirën e muhabetit tonë. Elhamdulillah jam mirë, po sot kam një kryt, po më dhem edhe 2 saat muhabeti rreth kësaj sillet. Pa jo, elhamdulillah, ku shkoj? Shkoj, muhabet, veç ta them, elhamdulillah. Jo, elhamdulillah, do duket në sjelljen tonë, elhamdulillah, do duket në veprat tona, në ankesat tona. E nëse ne duam të stolisemi me këtë virtyt, i cili është virtyt burnor, pa marrë parasysh e kanë burrat apo gratë, është virtyt burnor me qenë mirënjohës, me qenë falënderues. E para gjë është mendimi dhe meditimi rreth mirave të cilat i ka dhënë Allah. O Allah, Allahu të ka dhënë diçka që nuk e ka ai i cili është ulur për rreth teje. Shikoj vllaun që është për rreth teje tash. Ti ke sende që ai nuk i ka.
Po, ki ullur, ki ka shumë parë, unë s'kom. A i ka parë, i ka dhonë Allahu në aspekt pasuris diçka, po unë kam gjera cilat Allahu ati nuk ja ka dhonë. Dhe e kundërt. Wallahi vlezër, se cili prej nesh ka, prej dhuntive dhe begative, të cilat nuk i kanë njerëzit për rreth tij. Mos e shikojmë në dhuntin dhe mirësi që Allahu që na jep vetëm te kjo. Akhlaku jot, sjellja jot është risk prej Allahut. Buzëqeshja jote, që shumë njerëzve ju mungon, është mirësi prej Allahut që Allahut ka bë buzëqeshur, a tjetrin e ka bë, e ka lënë të mrolu. Nuk ja ka dhënë buzëqeshjen. Ty ta ka dhënë. Allahut ka dhënë pjesë shëndetit që nuk i ka që është për rreth teje. Allahut ka dhënë gjëra të imanit që nuk i ka i cili është për rreth teje. Allahut ka dhënë largpamësi që nuk e ka që është për rreth teje. Vëllezër, hadhihi al-arzaq, këto janë rizq të Allahut, Allahu i ndan. Dikujt i ka dhënë diçka, dikujt diçka tjetër, dikujt diçka tjetër. Po është kjo kulturë dominante materialiste e cila neve na bën që ne riskun ta shohim vetëm te kjo. Nuk shohim risk përpos asaj e cila është një fasad. E prapa asaj shohim kurrë. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka treguar vëllezër që kjo nuk është palce e riskut. Kjo është prej riskut. Kjo është pjesë e riskut. E dikujt Allahu i ka dhënë çfarë? Shëndet. Po mos bëhemi si Benu Israil, kur lypën ata prej Allahu Gjelle Gjelaluhu, që Allahu t'u jep një mbret me të cilin ata dëshkojnë xhihad. Na duhet mbret që t'na udhëheqin luftë. E Allahu ka u caktoi aty në mbret? Talutin, apo? Allahu caktoi atyre mbret prej tyre. Edhe kur u caktua mbreti prej tyne, thanë ata që Allahu nuk i ka dhënë ati pasurisi kurse na ka dhënë neve. Miniherë, pikpyetja se ky nuk ja vlen me që mbret. Ky s'ka pare sa kemi ne. Mirë po Allahu çfarë ju përgjigj? Që Allahu i ka dhënë ati besta, fil ilm wal jism. Allahu ati i ka dhënë në dituri dhe në fuqi fizike. Ky ka gjëra cilat ju s'keni. Ky ka dituri. Ky ka fizikisht është i fortë. Dhe ban me qenë mbret. Se nuk është mbretnia dhe sundimi vetëm përmes pasurisë. Andaj Allahu u ndryshon këtë botkuptimin, cili është botkuptim që sot e kësaj dite ekziston tek njerëzit. S'mund të jetë udhëheq si jon ai cili s'ka parë, se ky nuk ka jetu gjëra të cilat i kanë jetu pasanit. Jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. E nëse ne duam që stolisemi me këtë virtyt vëllezër, e para gjë është mendojmë rreth të mirave të Allahut. Thot Allah: "Ya ayyuhan nasu dhkuru ni'matallahi alaykum." O ju njerëz, mendoni rreth të mirave të Allahut të cilat ju ka dhënë Allahu te barekotal. Hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ard. A ka krijues veç Allahu që ju furnizon nga qielli dhe toka? Allahu e ka lidhur këtë dhunti dhe këtë mirësi me faktin që ai është krijues. Në momentin që ke thënë la ilaha illallah, e ke pranuar se s'ka krijues përveç Allahut. Hal min khaliqin ghayru Allah. A ka krijues që ju veç Allahut që ju furnizon nga qielli dhe toka? La ilaha illahu fa anna tu'fakun, fa anna tu'fakun. Thot Allahu, e nuk ka zot të vërtet përpos ti Gjelle Gjelaluhu. E ku jeni të shku? Ku jeni nis? A nuk jeni të u këthi, do me thonë, në natyrshmërinë tuaj? Për këtë shkak, meditimi është prej metodave kuranore në dhuntit e Allahut. Allahu nxit sahabe që të meditojnë. Ku kanë qenë, ku janë? Si kanë qenë, ku janë? Çfarë gjunahe kanë bë, ku kanë ardhur? Gjendja e tyre në iman si ka qenë, gjendja e tyre në iman si është sot. Nëse ne duam stolisemi me këtë virtyt, gjithmonë do të jemi prej atyre të cilët mendojnë rreth kësaj gjëre. E dyta vëllezër, edhe me këtë e përfundoj, është që të ndalemi dhe të tregojmë para Allahut ton dobësinë ton të realt. Banu i fort përpara meje, tregoju i fort përpara familjes tënde, tregoju i fort përpara kujt dush dhe gjithë ne mund të besojmë. Po mos ju kallzoj i fort Allahut. Allahu don që përpara ti të kallzohesh i dobët. T'ja kallzojsh Allahut ton të realitetin tënd. O Allah, kjo mu, ti din dobësitë e mia. Pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam, me pozitën që ka tek Zoti i tij Gjelle Gjelaluhu, zbret nga Taifi, dhe me të është Zeid ibn Haritha radhiyallahu anhu.
E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në trishtimin e situatës dhe gurzimit të njerëzve dhe dëbimit prej banorëve të Taifit, zbret nuk e din ku është. Mirë po është transmetuar një dua madhështore, të cilën e ka thënë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Qale ya Rabbi ila man takiluni. O Allah, te kush po mbështet? Te kush po më çon? Tek një i dobët i cili do të mësulmon, apo tek një armik të cilit ja ke dhënë në dorë çështjen time? Allahu t'i drejtot, o Allah, a çështjen time u a ke lënë në dorë armiqve të mi? Apo këto doptit, me ndjelet dhe fëmijët e Taifit cilët më kanë gurzu, këto e kanë në dorë çështjen time? Allahu do në vlla që ne t'ja të kallëzojmë Allahu dobësin tonë. Po nuk ka o vlezër më mirë se sa njeriu tregohet në realitetin e vet. E realiteti më i mirë është që njeriu të kallëzohet ashtu si është përpara Zotit të tij. Lutja jonë mes nesh dhe Allahut duhet jetë në këtë cilësi, cilësinë e robit të dobët që s'ka në duart e tij asgjë. Antumul fuqara'u ila Allah. Ju jeni fukara për Allahun xhelle xhelal. Kështu ka thënë Zoti ju xhelle ala. Antumul fuqara. Nëse ka fukarallëk në këtë dynja, është fukarallëku i njerëzve për Allahun xhelle xhelaluhu. Për këtë shkak, prej lutjeve të pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam ishte Allahumma ja'al faqrana ilayk wa ghinana bik. O Allah, bëje fukarallëkun ton për ty dhe pasurinë ton me ty. Pasuria jon është pasuria jon me Allahun xhelle xhelaluhu. Andaj Muadhit, pejgamberi Allahu sa i drejtohet Muadhit dhe po i thot, ja Muadh, wallahi inni uhibbuk. O Muadh, pasha Allahun unë të dua. E kjo është një thënie të cilën si kanë thënë plot prej dietarëve të selefit, nuk ka vesh besimtar i cili nuk shpreson që këtë thënie ta kish dëgjuar prej pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, që ai alayhi salatu wasallam t'ia thot emrin dhe t'i thot pasha Allahun të dua. E Muadhi e ka dëgjuar këtë thënie. Ja Muadh, wallahi inni uhibbuk. O Muadh, pasha Allahun unë të dua. Dhe i thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe mos haro që pas çdo namazi të thuash Allahumma a'inni ala dhikrike wa shukrike wa husni ibadatik. O Allah, më ndihmo ala dhikrike, në përmendjen tënde, wa shukrike, në falënderim ndaj teje, wa husni ibadatik, dhe më ndihmo o Allah që t'jem prej atyre të cilat e bëjnë adhurimin në formën më të bukur. Kjo është fukarallëk për Allahun xhelle xhelal. Kjo është pas çdo namazi. Sa e ke krye adhurimin? Sa e ke krye adhurimin, çfarë tregon? Fukarallëkun tënd për Allahun xhelle xhelal. Ja ala dhikrike wa shukrike wa husni ibadatik. Dhe me këtë përfundojmë, duke lutur Allahun xhelle xhelal që Allah të na bën rob falënderues, mirënjohës ndaj tij, dhe ky falënderim të jetë shkak i vazhdimit të mirësive tona. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allah ju shpërblet.